Në botën moderne, një nga krizat më të mëdha që po ndodh është ajo e profesionit. Çfarë do bëhem kur të rritem? Gjam për të qeshur, por në kontekstin që po konkurrojmë me inteligjencën artificiale, me epokën e influencerave dhe TikTokut, të gjithë po vënë në pikpyetje çfarë është puna që vërtet duhet të bëjnë dhe që i rrit ata personalisht. Dhe në fakt ne nuk duhet të shpikim rrotën. Është një mjet që ka ekzistuar për sa kohë ka patur civilizim njerëzor. Unë e kam studiuar tashmë prej shumë vitesh, e kam dashuruar dhe e bëra profesion. Dhe këtë vit kam kënaqësinë ta ndaj me ju si një trajnim 7 javor që e nisim në 16 prill, që quhet Punë Zemre, potenciali yt më i lartë hynor, ku do të përdorim hartat tona të lindjes për të kuptuar talentet tona, aftësitë tona, pengesat dhe sfidat tona, aspektet e jetës ku duhet të punojmë veçanërisht për t'i mjeshtruar dhe kohën më ideale për të bërë ndryshimet personale dhe profesionale në jetën tonë. Gjithçka që unë kam mësuar për astrologjin, dua ta ndaj me ju dhe ta bëjmë atë të personalizuar. Të ftoj që të regjistrohesh edhe ti.